Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos në Shkup u thot liderëve politikë se duhet ndryshuar kushtetutën për të pranuar në BE. Daniela Dimovska zgjidhet kryetare e gjykatës penale, më herët ka punuar në Departamentin për Krim të Organizuar dhe Korrupsion. Ndërtesës në Çajiri bie fasada, qytetarët u kërkojnë autoriteteve të ndërhyjnë. Në ditën e dytë të samitit të NATO-s në Ankara bëhet thirrje për unitet mes aleatëve. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos theksoi se realizimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet hap i ardhshëm i domosdoshëm për nisjen e formave të bisedimeve qasëse. Pas takimit që pati me kryeministrin Kristian Mickoski, ajo inkurajoi edhe një herë qeverinë që të nisë procesin e ndryshimit të kushtetutës. Kos po ashtu bëri thirrje partive politike që përmes konsensusit politik të miratojnë kodin zgjedhor. Ndërkaq, Mickoski u shpreh se nuk kanë plan B përveç antarësimit të BE-s dhe përkushtimit në realizimin e reformave. Por theksoi se procesi i antarësimit duhet të bazohet në vlera dhe kritere, e jo në çështje bilaterale. E keni vendin tuaj në Bashkimin Evropian si antare plot fuqishme dhe na lejoni që të punojmë së bashku. Kështu theksoi Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos pas takimit bilateral me kryeministrin e vendit Kristian Mickoskin. Ai lavdëroi vendin për reformat e zbatuara. Mirpo theksoi se për të bërë vendi formalisht antare e BE-s duhet të realizojnë ndryshimet kushtetuese, ndërsa gjithashtu bëri thirrje partive politike që përmes konsensusit politik të miratojnë kodin zgjedhor. At the heart of the accession process are the Malizi është kryesuese dhe do të marrin trefish më shumë jete financiare nga BE kur do të bëhen anëtare. Do të kenë më shumë përfitime dhe ne duam të njëjtën edhe për Maqedoninë e Veriut, por realizimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm për nisjen formale të bisedimeve qasëse dhe prandaj e inkurajoi edhe një herë qeverinë që të nisë procesin e ndryshimit të kushtetutës. Kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se nuk kanë plan B, përveç antarësimit të BE-s dhe përkushtimit në realizimin e reformave, por theksoi se procesi i antarësimit duhet të bazohet në vlera dhe kritere, jo në çështje bilaterale. Нашата цел е изградба функционална. Presim që Bashkimi Evropian të mbetet procesi i cili bazohet në kritere të qarta, të vlerave dhe plotësimit të detyrimeve dhe jo proces që do të ngarkohet me çështje bilaterale që krijojnë pasiguri dhe fushtrime tek qytetarët. Qytetarët me vite tregojnë përcaktim të qartë për idenë europiane dhe në atë periudhë janë sjellur vendime të vështira, janë marrë detyrime serioze dhe janë bërë hapa të rëndësishëm me besim se çdo kriter i plotësuar do të vlerësohet në mënyrë objektive. Marta Kos gjatë vizitës së saj zyrtare në Shkup do të takohet edhe me kryetarin e kuvendit, ndërsa tha se do të zhvillojë takime me përfaqësues të shoqërisë civile dhe me të rinjt. Ajo paralajmëroi se në vjesht vendin do ta vizitojë kryetaria e KAI-s Ursula von der Leyen. Këshilli gjyqësor sot zgjodhi gjyqtaren Daniela Dimovska si kryetare të gjykatës themelore penale të Shkupit. Vendimi u mor pas përfundimit të procedurës së shpalljes publike në të cilën aplikuan 2 kandidatë. Daniela Dimovska e gjyqtare dhe ushtruese e detyrës së kryetares së gjykatës themelore penale të Shkupit dhe Ivica Stefanovski, gjyqtar në të njëjtën gjykatë. Me 11 vota pro, Këshilli gjyqësor zgjodhi Daniela Dimovskën si kryetaren e re të gjykatës së themelore penale Shkup. Ajo mori gjithashtu 4 vota pro gjatë votimit sipas parimit të badenterit. Si përparësi kryesore të kandidatës, antarët e Këshillit që mbështetën atë veçuan planin e saj të veprimit, çastjen vizionare në drejtimin e institucionit, kapacitetin për të avancuar pavarësinë dhe transparencën e gjykatës, si dhe rezultatet e arritura gjatë vitit të kaluar, ndërsa ushtronte detyrën e ushtruesës së detyrës së kryetares. Vendimi u mor pas përfundimit të procedurës së shpalljes publike, në të cilën aplikuan 2 kandidatë, Daniela Dimovska, gjyqtare dhe ushtruese e detyrës së kryetares së gjykatës së themelore penale të Shkupit, si dhe Ivica Stefanovski, gjyqtar në të njëjtën gjykatë.
Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, njoftoi se të dy kandidaturat ishin të rregullta dhe se kandidatët i kishin kaluar të gjitha fazat e parapara të procedurës, përfshirë testimet dhe intervistat. Dymovska e kishte ushtruar tashmë për një vit funksionin e ushtruesës së detyrës së kryetares së gjykatës. Më parë, ajo ishte gjyqtare në Departamentin për Krim të Organizuar dhe Korrupsionit e pranë Gjykatës Themelore Penale të Shkupit, ku trajtonte lëndë që kishin të bënin me krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivelit të lartë. Me vendimin e sotëm, ajo merr mandat të plot për të drejtuar Gjykatën Themelore Penale të Shkupit, gjykatën më të madhe penale në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e së shtunës në Tetov. Ata theksojnë se protesta do të jetë paqësore dhe dinjitoze me synim, siç thonë, mbrojtjen e rendit kushtetues, sigurisë juridike dhe marrëveshjes së Ohrit si themel i bashkëjetesës dhe orientimit euroatlantik të vendit. Bashkimi Demokratik për Integrim ka paralajmëruar se të shtunën do të rikthehen sërish në sheshin e qytetit të Tetovës. Pasi të njëjtit, njoftojnë se do të organizojnë një protestë paqësore në Tetov. Sipas partisë, protesta organizohet si reagim ndaj ndryshimit të emrave të disa rrugëve dhe të sheshit të qytetit, respektivisht rikthimin e emrave të vjetër me vendimin e gjykatës kushtetuese. BDI vlerëson se këto vendime bien në kundërshtim me rendin kushtetuese dhe rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për emërtimin e rrugëve në Tetov është ngjarja që mobilizon këtë reagim qytetar. Por, shqetësimi i qytetarëve është shumë më i gjerë. Për një periudhë të gjatë është krijuar bindja se po zhvillohet një proces i vazhdueshëm i dobësimit të mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Çdo zhvillim i veçantë ka shtuar pasigurim. Të marra së bashku, ato krijojnë një pamje që kërkon reagim qytetar. BDI u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e së shtunës në Tetov, duke theksuar se ajo do të jetë paqësore dhe dinjitoze me synim, siç thon, mbrojtjen e rendit kushtetues, sigurisë juridike dhe marrëveshjes së Ohrit si themel i bashkëjetesës dhe orientimit euroatlantik të vendit. Kujtojmë se partia opozitare gjithashtu 2 javë më parë ka mbajtur protestë në Tetov, e cila filloi nga sheshi i Tetovës dhe përfundoi tek godina e komunës, nga ku qytetarët kërkuan që emrat e vjetër mos të zëvendësohen me emra të rinj. Banorët po përballen me probleme me një ndërtesë në Fushë Topan. Pas disa vitesh nga riparimi, fasada e kësaj ndërtese ka pësuar sërish dëmtime. Rënja e pjesëve të saj para ca ditësh ka ngritur shqetësime për sigurinë e banorëve dhe kalimtarëve. Fasada e kësaj ndërtese, e cila është ndërtuar vite më parë nga një kompani private, ka pësuar sërish dëmtime. Pjesët e rëna të fasadës në këtë banesë kanë ngritur shqetësime tek banorët dhe ata po kërkojnë një zgjidhje konkrete. Në ndërtesën në rrugën Metodja Mitevski 12, banesa 3 në Fushë Topan në Shkup, banorët përballen sërish me të njëjtin problem. Pas disa vitesh nga riparimi, fasada e kësaj ndërtese ka pësuar sërish dëmtime. Rënja e pjesëve të saj para ca ditësh ka ngritur shqetësime për sigurinë e banorëve dhe kalimtarëve, të cilët kërkojnë një zgjidhje më të qëndrueshme, nga ku thonë se tashmë ndihen të pasigurt përballë një problemi që po përsëritet. Situatën e rënduar nga rënja e fasadës e përshkruan edhe Enver Gashi, banori i kësaj ndërtese, i cili jeton si mërgjimtar në Zvicër. Ai thotë se është tmerruar me gjendjen e ndërtesës dhe thotë se duhet reagimi menjëhershëm nga organet kompetente. U tmerrova kur e pa situatën, ishte një katastrofë elementare, mund të quaj, pasi ernat e forta e rrëzuan fasadën edhe u habita shumë. Pas 3-4 ditësh e kuptova, edhe me një fëqin timin reaguam me njerë, vendosëm një shenjë mos kalo, por nuk është aq efikase, presim diçka prej organeve komunale ose zjarr fiksave të reagojnë me njerë. Ka mbetur edhe një pjesë e fasadës lartë që është rrezik permanent për qytetarët që kalojnë ndaj pari. Ai thotë se përveç rrezikut që paraqet pjesa e mbetur e fasadës, është habitur edhe nga neglizhenca e organeve komunale. Po, rreziku ekziston pasi shihet qartë që fasada është e qartë, e qarë edhe lartë, dhe
Nuk dihet në çfarë momente mund të bie, në çdo moment, në çdo sekond, prandaj kisha apeluar që të mos kaloj të respektohet kjo shenjë përderisa të ndërmerret diçka. Edhe ma biti neglizhenca e organeve komunale, të cilat banorët kanë reaguar tek ata, por nuk kanë ndonjë përgjigje pozitive. Unë nuk jam informuar për atë, mirë po banorët më kanë treguar se kanë reaguar tek organet kompetente. Mendoj se kanë 1 milion probleme tjera të cilat nuk mund të zgjedhin, prandaj kjo është një problem ndërmjet të vegjël tek ata. Ai thotë se kjo është hera e dytë që një problem i tillë përsëritet dhe thekson se është i zhgënjur nga puna e kompanive që sipas tij nuk e kanë marrë me seriozitet riparimin e fasadës, pavarësisht investimit të bërë nga banorët. Jo, nuk pres më, pasi kjo është hera e dytë që po ndodh, para 10 vitesh diku ka ndodhur e njëjta gjë. Do të thotë kompanitë që punojnë nuk e bëjnë punën me seriozitet edhe qëllimi i tyre vetëm shkelë shko, të marrin tollat edhe ta heqin përgjegjësinë prej vetvetes. Kështu që jam i dëshpëruar, nuk mund të investoj më, atëherë paguam diku nga 600 euro për çdo banesë, edhe ja tash rezultati. Po brenda diçka bëna keni? Jo, brenda s'ka për fat të mirë, edhe këtu nuk ka pasur për fat asnjë dëm, por rreziku ekziston. Për këtë rast kërkuan përgjigje edhe nga komuna e Çajirit. Prej nga thonë se bëhet fjalë për një objekt kolektiv dhe se mirëmbajtja e hapësirës përreth është kryer nga ekipet e tyre. Megjithatë, sipas komunës, ata nuk kanë ingerenca për të ndërhyrë në riparimin e fasadës së ndërtesave kolektive. Shërbimet komunale kanë dalë në teren dhe gjatë ditës së djeshme është bërë pastrimi i materialit të rënë me qëllim eliminimin e rrezikut të menjëhershëm për kalimtarët. Sqarojmë se bëhet fjalë për një ndërtesë kolektive, ndërsa mirëmbajtja dhe sanimi i fasadës nuk është në kompetencë të komunës së Çajirit. Edhe pse nga komuna thonë se bëhet fjalë për një ndërtesë kolektive dhe se nuk kanë ingerenca për riparimin e fasadës, përgjegjësia dhe frika për sigurinë mbetet sërish tek qytetarët. Ndërkohë, edhe banorët që nuk pranuan të flisnin para kamerave, shprehën shqetësimin e tyre për gjendjen e ndërtesës dhe rrezikun që mund të paraqesë. Ka përfunduar rikonstruimi i unazës hekurudhore të Shkupit në segmentin nga Draqeva deri në Ilinden. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski tha se kjo do të ulë ndotjen e ajrit në Shkup dhe do të përmirësojë organizimin e transportit hekurudhor të madrave. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski ka njoftuar se është përfunduar rikonstruksioni i unazës hekurudhore të Shkupit në segmentin nga Draqeva deri në Ilinden, duke mundësuar devijimin e trenave të madrave jashtë qytetit. Ai tha se kjo do të ulë ndotjen e ajrit në Shkup dhe do të përmirësojë organizimin e transportit hekurudhor të madrave. Pas përfundimit të periudhës së testimit, Nikolovski theksoi se segmenti pritet të vihet në funksion brenda rreth 20 ditësh. Kjo do të thot shumë për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe për uljen e ndotjes në Shkup nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër do të nënkuptoj transport më të shpejtë të mallrave në korridorin 10, gjë që do të sjellë më shumë biznes dhe më shumë kompozicione hekurudhore në hekurudhat e Maqedonisë, çka do të kontribuojë shumë në zhvillimin e biznesit dhe të gjithë sektorit të transportit. Nikolovski paralajmëroi gjithashtu se më së voni deri më 1 shtator pritet të vihet në funksion linja e parë e trenit urban, e cila do të qarkullojë nga Zelenikova përmes Draqevës deri në qendër të Shkupit, e cila siç tha do të kontribuojë në organizim më të mirë të transportit, uljen e ngarkesës në komunikacion dhe rritjen e efikasitetit të korridorit hekurudhor. Të dhënat e qendrës për menaxhim me kriza tregojnë se që nga fillimi i këtij viti deri më një korrik janë regjistruar gjithsej 1104 zjarre në ambiente të hapura. Shumica e zjarreve ose 1051 kanë qenë në barë të thatë, kasht, bimësi të ulët, pyet të degraduara dhe mbeturina ose deponi, ndërsa 53 zjarre mund të kualifikohen si zjarre pyore. Në janar u regjistruan 38 zjarre në ambiente të hapura, në shkurt pati rritje prej 46 zjarresh në ambiente të hapura.
Zjarret e para pyore këtë vit u regjistruan në mars, kur u regjistruan gjithsej 294 zjarre në ambiente të hapura me shkallë të gjerë, nga të cilat 24 ishin zjarre pyore, ndërsa 270 zjarret e mbetura po diqnin bimësi më të vogël. Në muajin prill u regjistruan 183 zjarre, ndërsa në muajin qershor u regjistruan gjithsej 349 zjarre në ambiente të hapura. Qytetarët së shpejti do të mund ta përdorin aplikacionin Where Are You, që do të thotë ku ndodhesh, i cili do të mundsoj komunikim më të shpejt, më të sigurt dhe më të sakt me shërbimet e emergjencës përmes sistemit 112. Aplikacioni i ri do të mundsoj përdoruesve të dërgojnë drejt për drejt vendodhjen e tyre të sakt nga vendi i ngjarjes, si dhe fotografi dhe video. Drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Muhamet Ali, njoftoi se së shpejti qytetarët do të mund të përdorin aplikacionin e ri Where Are You, ku ndodhesh, i cili do të mundësoj komunikim më të shpejt, më të sigurt dhe më të sakt me shërbimet e emergjencës përmes sistemit 112. Sipas QMK-s, aplikacioni i ri do të mundësoj përdoruesve të dërgojnë drejt për drejt vendodhjen e tyre të sakt nga vendi i ngjarjes, si dhe fotografi dhe video, duke u ofruar shërbimeve informacione më të detajuara për situatën në mënyrë që të reagojnë më shpejt dhe më efikas. Një nga risitë më të rëndësishme është edhe mundësia për komunikim të drejt për drejt me video me qendrën operative në raste emergjente. Në këtë mënyrë, operatorët do të mund të vlerësojnë situatën në terren në kohë reale dhe të koordinojnë më mirë ndërhyrjen. Aplikacioni do të përmbajë edhe funksionin Silent Call, thirrje e heshtur, i dedikuar për viktimat e dhunës në familje dhe personat që ndodhen në rrezik. Përmes këtij opsioni, ata do të mund të kërkojnë ndihmë në mënyrë të heshtur dhe të sigurt, pa pasur nevojë të flasin me operatorin, gjë që mund të jetë vendimtare në situata me rrezik. Nga Qendra për Menaxhimin e Krizave theksojnë se vendosja e këtyre funksionaliteteve të reja është pjesë e procesit të modernizimit të sistemit 112. Në ditën e dytë të samitit të Aleancës në Ankara u diskutua për ambicjet bërthamore të Iranit, mbështetjen ushtarake për Ukrainën, sigurinë në Arktik e shpenzimet e mbrojtjes. Presidenti Donald Trump kërcënoi se do të ndërpres tregtinë me Spanjën dhe përsëriti se ende dëshiron që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin mbi Grenlandën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri thirrje për unitet mes aleatëve të NATO-s dhe heqjen e kufizimeve për bashkëpunimin në mbrojtje midis aleatëve. Siguria në Arktik, shpenzimet e mbrojtjes, ambicjet bërthamore të Iranit dhe mbështetja ushtarake për Ukrainën ishin në fokus të deklaratave të liderëve të NATO-s në ditën e dytë të samitit të Aleancës në Ankara. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se aleatët duhet të sigurojnë që Rusia dhe Kina të mos fitojnë qasje më të madhe në Arktik, duke e cilësuar rajonin si një teatër strategjik gjithnjë më të rëndësishëm. Duke u përgjigjur pyetjeve për Grenlandën, Rutte tha se NATO ka një proces të mirë në lidhje me ishullin. Sa i përket sigurisë në lindjen e mesme dhe ngushticën e Hormuzit, ai tha se pret që aleatët të rikonfirmojnë se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore, ndërkaq presidenti Donald Trump kërcënoi se do të ndërpres tregtinë me Spanjën dhe përsëriti se ende dëshiron që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin mbi Grenlandën. A terrible partner in NATO. Nuk jam i kënaqur me NATO-n para që ndodhim me Grenlandën dhe nuk jam i kënaqur me NATO-n sepse nuk deshin të na ndihmonin për sponsoruesin numër 1 shtetëror të terrorizmit, që është Irani. Spanja është një partnere të tmerrshme në NATO. Ajo nuk merr pjesë, nuk paguan, nuk dua të kem asgjë me Spanjën. Ndërprisni të gjithë tregtinë me Spanjën. Erdogan gjatë fjalimit të tij në këtë samit bëri thirrje për unitet mes aleatëve të NATO-s dhe heqjen e kufizimeve për bashkëpunimin në mbrojtje midis aleatëve të NATO-s. Ai theksoi se edhe pse aleatët evropian marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e kontinentit, ata duhet të shmangin politika që mund të dobësojnë unitetin e NATO-s ose lidhje transatlantike. Kufizimet midis aleatëve në lidhje me bashkëpunimin në mbrojtje, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, duhet të hiqen, ndërsa aleatët evropian marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e kontinentit. Ne duhet të përmbahemi nga masat që mund të dëmtojnë kohezionin dhe marrëdhëniet e transatlantike të aleancës.
Duke folur për zhvillimet në lindjen e mesme, Erdogan shprehu mbështetjen e Turqisë për një zgjidhje me 2 shtete midis Izraelit dhe Palestinës, duke cilësuar këtë si çelës të paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme. Ai shtoi se është detyrë të gjithëve të sigurojnë qetësinë, veçanërisht në Gaza dhe Liban. Gati 6.000 detar mbeten të blokuar në anije të paaft për të larguar me siguri nga gjiri, ndërsa sulme ndaj anijeve që kalojnë tranzit në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë. Tha të mërkurën kreu i organizatës ndërkombëtare detare të OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i IMO-s, Arsenio Dominguez, dënoi sulme gjatë 2 ditëve të fundit në disa anije tregtare në ngushticë, duke paralajmëruar se detarët e pafajshëm po vjen përsëri në rrezik të madh. Ai tha se qindra anije që transportojnë rreth 6.000 detar kanë mbetur të bllokuar në gjë dhe që nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme. Asnjë detar nuk duhet të rrezikojë jetën e tij thjesht për të bërë punën e tij, tha Dominguez. Ai tha se sulmet e fundit kanë intensifikuar frikën, pasigurinë dhe tendosjen psikologjike midis ekuipazheve të bllokuara dhe u bëri thirrje të gjitha shteteve të interesuara të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të depërshkallëzojnë pavonesë dhe të lehtësojnë nisjen e sigurt të anijeve ende të bllokuara. Ngushtica e Hormuzit e vendosur midis Iranit dhe Omanit është një nga pikat më kritike detare në botë që lidh gjirin e Omanit dhe detin arabik. Disa mira pjesëmarrës u nisën në këmbë nga Nezuku pranë Tuzlës për marshin e paqes prej rreth 100 kilometrash drejt Srebrenicës, për të bërë homazhe për viktimat e gjenocidit të kryer në vitin 1995 në zonën e mbrojtur të Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ata do të ecin për 3 ditë përgjatë të njëjtave shtigje në për të cilat banorët e Srebrenicës në korrik të vitit 1995 u përpoqën të shkonin drejt territorit të lirë në Tuzlë ose Kladanj. Është planifikuar që ata të mbërrinë në Potoqari në mbrëmjen e 10 korrikut, ndërsa më 11 korrik të marrin pjesë në shënimin e përvjetorit dhe në ceremoninë e varrimit kolektiv në varrezat e qendrës memoriale të Srebrenicës në Potoqari. Marshi i paqes organizohet që nga viti 2005 dhe numri pjesëmarrësve rritet çdo vit. Qëllimi i kësaj ngjarjeje është ndërtimi, forcimi dhe ruajtja e kulturës së kujtesës për gjenocidin e kryer ndaj bosnjakëve të Srebrenicës. Në qendrën memoriale të Srebrenicës deri tani janë varrosur 6.772 viktima të gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa rreth 250 të vrarë janë varrosur në vende të tjera, sipas kërkesës së familjeve të tyre. Mbi 1.000 persona nga Srebrenica dhe komunat përreth vazhdojnë të figurojnë të zhdukur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare rreth 1 muaj pas mbajtjes së tyre. Votimet e 7 qershorit ishin të tretat parlamentare që Kosova organizoi në më pak se 1 vit e gjysmë. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 53 mandate. Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, i ka fituar 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 ulse dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 ulse. Lista serbe ka fituar 9 ulse dhe KDPT-ja turke ka fituar 2 ulse. Vakat, IRDK, Nova Demokratska Stranka, Social-Demokratka Unia, IRDK, PSA Jedinska Goranska Partia, Partia Liberale Egjiptiane dhe Partia Rome e bashkuar nga 1 ulse. Në mbledhjen e KQZ-s është e mbajtur para ditën e së mërkurës. Kreu i këtij institucioni, Kreshnik Radoniqi, njoftoi se vetëm në listën e deputetëve të Aleancës ka ndryshime, pasi 2 deputetë të zgjedhur kanë hequr dorë nga mandati. Përrjedhoi Adrian Gjini dhe Daud Haradinaj do të zëvendësohen nga Bek Berisha dhe Burim Ramadani. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.